Rreshqit e dendura të natës dhe mëngjesit të kësaj të premteje kanë shkaktuar një sër problemesh në disa zona të Juglindjes. Në qytetin e Korçës, ambientet në bodrumin dhe arkivën e prokurorisë u përmbytën nga rreshqet intensive, duke rrezikuar dokumentacionin. Ekipet ndërhyjnë gjatë natës dhe situata aktualisht paraqitet e stabilizuar. Maliqi është një tjetër zonë e prekur. Në bllokun 3, për shkak të një mase elektrike dhe pranisë së ujit, OSHE-u detyrua të stakojë një fider, duke sjellë mungesë energjie në një pjesë të qytetit. Në fshatin Sovjan, banorët janë evakuuar së bashku me bagtit dhe kosheret e bledhve, ndërsa gjendja po shkon drejt normalizimit. E njëjta situatë është edhe në fshatrat Leshnjë dhe Vlloçisht. Këtu janë zënë kanaleve, nuk është faj shtetit. Këtu janë zënë kanale njëri nga tjetri vetë. Është një kanal për krye aty, e blokua faj. Vide kam zënë shtëpit me shtëpijande. Nuk është faj shtetit, këtu është faj tonë. Hidh pira këtej, hidh pira ande. Kur mbrita në mëngjes ishte mbushur tëra shtëpitë. Plot me ujë, unë kam 150 kokë dhejnë aty, janë të mbuluara me ujë. Lopë, dhejnë, si që janë edhe kuaj, si që kemi aty. Nga erdhe në thanë, dini, shtoni kokën. Ku të vete unë me 150 kokë dhejnë? Ju jeni larguar nga banesat apo çfarë? Jo, janë gjithë në banesa. Ku të shkojnë? S'kan ku të shkojnë njëzë. Ore, duhet të hapen kanalet. Su hapen kanalet këta vas kemi neve. Të hapen të kanalet, rreth e mbanë, si që është aty, se këtu ka vite që nuk po bëhet kanalit ashtu. Përgjatë lumit Dunavec ka përmbytje pasi është qarë në 2 pika, duke bërë që masat të mëdha ujit të mbulojnë tokat bujqësore. Probleme ka edhe në territorin e bashkisë Pustec, ku ekziston rreziku i daljes së porojit në aksin Dogan Gorica Vogël, po ashtu në rrugën Zvezd Goric kanë rënë inerte si pasojë e rrshqitjeve nga mali. Shtëpi të përmbytura nga ujë dhe balta, ura të rrëzuara, rrugë të bllokuara dhe toka bujqësore në ujë. Kjo është panorama edhe nga territori i bashkisë së Pogradecit. Vërshimi ujrave dhe të mbushja e lumenjve vërdove rrëmenj shkaktuan dëme tek banorët, por fatmirësisht pa të lënduar. Prefektura e Qarkut Korçë bëri të ditur se monitorimi i terrenit vijon pa ndërprerje dhe strukturat janë në gatishmëri për të menaxhuar çdo emergjencë të shkaktuar nga rreshqet.